Ky është horoskopi për ditën e shtunë 18 korrik 2026. Parashikimi për dashin. Ndërsa hëna po e drejton të gjithë vëmendjen tënde drejt përgjegjësive dhe detyrave të përditshmërisë, do të ndjesh se si po afrohet një valë pozitive energjie në marrëdhënie me njerëzit që të rrethojnë. Në fakt nuk është thjesht rutina. Sot po hyn në një fazë ku ndër veprimet tua do të bëhen më mbështetëse dhe më të dobishme për të ardhmen. Do ta gjesh veten duke u përfshirë në disa biseda, debate me vlerë apo projekte edukative që po të zgjojnë interesin. Të tjerët janë të interesuar për çka po u thua ti. Diçka po ndryshon dhe në mënyrën se si ti I përzgjedh njerëzit. Ti po tërheq gjithnjë më shumë persona të sinqertë, bujar dhe me ide të ngjashme me të tuat. Kjo frym po reflektohet edhe në shtëpi. Je në një pozicion ideal për të shëruar plagët e vjetra familjare dhe për të sjellë më shumë harmoni në ambientin tënd personal. Dashuria po të falë qetësi, ndërsa në punë po kupton vlerën e bashkëpunimit. Shpirti yt po kërkon paqe dhe pajtueshmëri dhe kjo po ndodh tani. Ngjyra me fat për ju është blu dhe e bardhë, koha me fat mesditë. Gemi. Sot është një ditë ku do të ndihesh I sigurt me veten tënde dhe kjo do të reflektohet se si të shehin shokët dhe miqt. Në punë apo në një projekt tëndin personal, dikush do të vlerësoj përpjekjet e tua. Nëse ke qenë duke pritur një përgjigje ose një vlerësim, ka mundësi të marrësh lajme pozitive. Është gjithashtu një moment I mirë që të organizosh financat dhe të vendosësh rregull në gjërat që ke lënë pas dore. Në marrëdhënie me të tjerët, mos ju kthe debateve të vjetra. Sot funksionon më mirë një qasje re dhe më e qetë. Nëse dikush nuk ka menduar si ti më parë, kjo nuk do të thotë se nuk mund të gjesh një gjuhë të përbashkët tani. Besimi që ke tek vetja do të ndihmojë të marrësh vendime të mira. Në fund të ditës mund të ndjesh se ke bërë një hap të rëndësishëm drejt stabilitetit, qoftë në punë, në familje apo në jetën private. Ngjyrat me fat bezh dhe gri. Koha me fat është 9 deri 11 paradite. Këshilla e ditës beso tek vlera jote dhe mos u krahaso me të tjerët. Binjakët. Edhe pse sot do të kesh një nevojë të qëndrosh pak në qetësi ose të kalosh kohë në shtëpi, kjo nuk do të thotë se dita do të jetë e mërzitshme. Përkundrazi, mund të lindë një ide shumë e mirë ose një frymëzim që të ka motivuar për diçka. Bisedat me njerëzit që ndanë të njëjtat interesa mund të japin energji dhe të hapin dyrë për mundësi të reja. Je në një moment ku njerëzit e vlerësojnë mënyrën se si ti I shpreh mendimet dhe stilin tënd. Nëse ke një projekt, mos ke frikë ta prezantosh. Nga ana tjetër kujdesu dhe për veten. Trupi dhe mendja ka nevojë për pushim. Një mbrëmje e qetë me familjen ose duke bërë diçka që të pëlqen mund të rikthejë energjinë. Sot nuk ke nevojë të nxitosh. Disa nga gjërat më të mira do të ndodhin pikërisht kur I le gjërat të ecin natyrshëm. Ngjyra me fat është kafe dhe blu. Koha me fat është 2 deri në 4:30 pasdite. Këshilla e ditës jepi pak kohë veten përpara se të marrësh një vendim. Gaforja. E dashur gafore, sot do të marrësh vesh një diçka të mirë. Mund të jetë një kompliment, një mbështetje apo diçka që do të bëjë të ndihesh mirë. Takimet dhe bisedat që zhvillohen në këtë ditë mund të mos jenë aq të rëndësishme sa duken në fillim, por më pas do të kuptosh vlerën e tyre. Një person mund të japë një këshill apo ide dhe të ndihmojë për të ardhmen. Nëse je duke punuar, vazhdo me besim sepse je në rrugën e duhur. Gjithashtu mos harro të gjesh pak kohë dhe për veten.
ke nevojë të çlodhesh, të çlirohesh pak nga stresi dhe të rikuperosh energjitë. Ndonjëherë një shëtitje apo dëgjimi i muzikës do t'ju kryej më shumë punë se sa çdo gjë tjetër. Përvoja që ke fituar në të kaluarën do të ndihmojë të marrësh vendime të mira sot. Besoj intuitës sepse nuk të zhgënjen. Mbyllë ditën me bindjen se çdo hap i vogël të ofron më shumë me qëllimet e tua. Ngjyra me fat e argjend dhe bezh, koha me fat është në mbrëmje. Këshilla e ditës, kujdesu për veten, po aq sa kujdesesh edhe për të tjerët. Do të fillojmë tani me shenjën tjetër, me luanin. Sot është një ditë ku mund të ndjesh mbështetjen e njerëzve më shumë se zakonisht. Nëse ke nevojë për këshill apo ndihmë, mos hezito ta kërkosh, sepse dikush është gjithmonë i gatshëm të të japë një dorë. Edhe ti nga ana jote do të ndihesh më i gatshëm të ndash përvojën apo dijen tënde me të tjerët. Nëse je duke mësuar apo duke bërë diçka të re, kjo është një kohë shumë e mirë që të motivon. Çdo informacion që merr sot do të vlejë më vonë. Për sa i përket financave, mund të lindë një mundësi interesante nëse punon në grup apo në projekte bashkëpunuese. Mos e lodh veten me shumë gjëra një herësh, bë një hap, pastaj bë një tjetër. Në fund të ditës do të kuptosh se qetësia dhe organizimi janë alatët e tu më të mirë. Besimi që tregojnë të tjerët ndaj teje të jep shumë motivim përpara. Ngjyra me fat është blu e errët, koha me fat është mesditë. Këshilla e ditës, mos ke frikë të pranosh ndihmën që të ofrohet. Virgjëresha. E dashur virgjëresh, sot mund të ndihesh më i qetë se ditët e fundit, edhe nëse disa gjëra nuk janë zgjedhur ende plotësisht. Është një moment i mirë që të planifikosh dhe jo të nxitohesh. Nëse ke diçka që do ta nisësh, qoftë kjo në jetën personale apo dhe në punë, fillimisht organizo idetë dhe vendos prioritetet. Do ta kesh më të lehtë të shohësh se cili është hapi që duhet të nisësh. Në marrëdhëniet personale mund të kuptosh më mirë një person që deri tani dukej i paqartë. Ndoshta një bisedë e sinqertë do të largojë dyshimet dhe do të forcojë besimin mes jush. Mos e mbush mendjen me skenare negativ pa patur fakte. Sot ke një intuit tepër të fortë dhe logjika është aleati yt më i mirë. Jepi vetes kohë të shlodhesh se ke nevojë të rikuperosh energjitë. Sa më i qetë të jesh, aq më mirë do të jesh në vendimet që merr. Ngjyra me fat e zezë dhe e kuqe. Koha me fat është 15 deri 17. Këshilla e ditës, mos merr vendime të rëndësishme me nxitim. Peshorja. E dashur peshore, sot do ta ndjesh më shumë se zakonisht se njerëzit të respektojnë dhe të vlerësojnë për mendimin tënd. Nëse lind një diskutim ose një situatë ku duhet të gjesh zgjidhje, sot do të jesh ai person që mund të sjellë qetësi. Bisedat me partnerin do të jenë frydhënëse. Mos u habit nëse dikush kërkon ndonjë mendim nga ty, sepse sot mënyra jote e të menduarit është tepër e kthjellë. Megjithatë, mos harro veten, jo vetëm të tjerët. Nuk ke pse të jesh gjithmonë në lëvizje dhe tu përgjigjesh menjëherë çdo kërkesë që të vjen. Nëse ndihesh e lodhur, bëj një pushim dhe mendo për veten fillimisht. Një shëtitje, pak orë larg telefonit mund të bëjë shumë mirë. Dita favorizon bashkëpunimet dhe reflektimin. Në fund do të kuptosh se një problem që të shqetëson nuk ishte aq i madh sa që kishe menduar. Ngjyra me fat është e bardhë, koha me fat është mesditë. Këshilla e ditës, ruaj ekuilibrin mes kohës për të tjerët dhe kohës për veten. Akrepi. Sot mund ta gjesh veten në qendër të vëmendjes pa bërë ndonjë përpjekje të madhe. Njerëzit të dëgjojnë,
të shohin si flet, si sillesh dhe seriozitetin që tregon. Në punë mund të marrësh një vlerësim për diçka që e ke bërë mirë. Nëse ke patur një problem që dukej i vështirë, sot do të kesh zgjidhje më të lehtë, sepse mund ta shohësh situatën nga këndvështrim tjetër. Edhe në marrëdhëniet personale, gjërat ecin mirë. Mund të kalosh kohë me miq apo me njerëz që të bëjnë të ndihesh mirë dhe i lirë. Nuk ke pse të përpiqesh të kënaqësh të gjithë. Mjafton të jesh vetvetja. Dita është e mirë dhe për të sistemuar punët që ke lënë pa mbaruar, si dhe për të bërë disa ndryshime në rutinën tënde. Në fund të ditës do të ndihesh më i lehtësuar dhe më i motivuar për të vazhduar me planet e tua. Ngjyra me fat është e verdhë, koha me fat është 16 deri në 18:30. Këshilla e ditës për ju akrep: besoj instiktit, por mos harro të dëgjosh dhe mendimin e atyre që të duan. Shigjetari, i dashur shigjetar, do të ndihesh sikur ke një dëshirë të bësh diçka ndryshe. Kërkon ta thyesh rutinën. Mund të vijë një mendim në kokë, mund të bësh një plan dhe ky lidhur me të ardhmen. Është një ditë e mirë për të folur me njerëzit që do, sepse një bisedë e sinqertë mund të afrojë dhe më shumë. Nëse ke një partner, mos nguro që ti tregosh se sa shumë e vlerëson dhe e do, por nëse je beqar, mund të tërheqësh vëmendjen e dikujt fal energjisë pozitive që ke sot. Në punë mund të ndihesh më i ngarkuar me përgjegjësi, por mos e shiko si barr. Është një mundësi të tregosh se çfarë di të bësh. Mos u shqetëso nëse disa gjëra nuk ecin menjëherë sipas planit, sepse me durim gjithçka do të marrë drejtimin e duhur. Dita favorizon njerëzit që veprojnë me optimizëm dhe nuk dorëzohen përballë pengesave të vogla. Në mbrëmje gjej pak kohë për të shlodhur dhe për të bërë diçka që të jep kënaqësi. Ngjyra me fat është gri dhe e zezë. Koha me fat është mbrëmje. Këshilla e ditës: beso më shumë tek vetja dhe mos e humb optimizmin. Kalojmë tek shenja e Bricjapit. I dashur Bricjap, në këtë ditë do të kesh lehtësi në mënyrën se si organizon dhe vendos rregull tek punët e tua. Mendja jote punon shumë për të ardhmen, por mos harro të vlerësosh edhe gjërat që po arrin në këtë ditë. Në familje apo në shtëpi mund të krijohet një atmosferë e ngrohtë dhe e qetë. Nëse ke patur ndonjë keq kuptim, kjo është dita e duhur për ta zgjidhur me qetësi. Gjithashtu në këtë ditë është një moment i mirë për të kujdesur më shumë për shëndetjen dhe mirëqenien tënde. Ndoshta ke lënë pas dore pak veten, pushimin, ushqimin apo aktivitetin fizik. Fillo pak me hapa të vegjël, mos kërko rezultate të menjëhershme. Në punë dikush mund të vlerësojë seriozitetin tënd. Mos lejo që mendimet negative të pengojnë të shijosh rezultate të vogla. Çdo përpjekje e nisur sot do të ketë rezultat në kohën e duhur. Ngjyra me fat është e kuqe, koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: kujdesu për veten, po aq sa kujdesesh për punën. Ujori. Sot është një ditë që të fton të mendosh ndryshe dhe të mos kesh frikë të shprehësh idetë e tua. Nëse ke një projekt apo një mendim që e ke mbajtur për vete, tani është një moment i duhur për ta ndarë me të tjerët. Mund të habitesh nga mbështetja që do të marrësh. Bisedat me kolegët apo miqt do të japin mundësi të reja dhe do të ndihmojnë të gjesh zgjidhje për një problem që të ka shqetësuar. Në aspektin emocional do të ndihesh më i hapur dhe më i gatshëm të dëgjosh se çfarë të thonë të tjerët. Ki parasysh këtë: jo të gjithë janë dakord me ty, ndaj mos u mbyll në vetvete. Mund të kesh një debat, jo të përmasave të mëdha, por megjithatë do të mësosh diçka të vlefshme edhe në këtë.
Në punë dita është pozitive, sidomos nëse duhet të bashkëpunosh me të tjerët. Në mbrëmje mund të marrësh një lajm apo telefonat që mund të ngrej humorin. Ngjyra me fat është blu, koha me fat është mbrëmje. Këshilla e ditës: mos ke frikë të tregosh atë që mendon. Peshqit, të dashur peshq, jeni shumë intuitiv dhe sot është një nga ato ditët me intuit të lartë. Kjo do të ndihmojë të kuptosh njerëzit dhe situatat që të rrethojnë. Nëse ke patur dyshime për një çështje, mund të gjesh përgjigjen që ke kërkuar prej kohësh. Mund të rikthehesh tek disa plane apo ide të vjetra. Do t'i shohësh me një kënd vështrim të ri. Mos e nënvlerëso përvojën që ke fituar, sepse ajo do të ndihmojë të marrësh vendime më të mira. Në familje apo në shtëpi, do të kesh nevojë për harmoni dhe qetësi. Financat. Ke filluar të mendosh seriozisht për mënyrën se si menaxhon të ardhurat. Nuk është dita për të bërë shpenzime të nxituara, por plane të zgjuara. Njerëzit të vlerësojnë idetë e tua, beso tek vetja dhe mos lejo që pasiguritë e sotme të ndalojnë të ecësh para. Ngjyra me fat është ngjyra e artë, koha me fat është mbrëmje. Këshilla e ditës: ndiqit intuitën, por mbështetu edhe në veprimet konkrete. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbarë.